Tregjet aziatike dhe australiane ranë për të dytën ditë radhasi, pas vendimit të Donald Trump për vendosjen e tarifave të reja, të cilat vazhdojnë të ngjallin frikën e një recesioni global. Gjithashtu edhe tregjet amerikane u mbyllën me humbjen më të madhe që kur Covid shkaktoi rënjen ekonomike në shumë vende në vitin 2020. Nikkei i Japonisë ra më shumë se 2.6% dhe aksionet australiane ra në nivelin e tyre më të ulët në 8 muaj, me më shumë se 2.4%. Zbatimi i fundit tarifor i Trump ka shkaktuar pasiguri, ndërsa investitorët presin që gjendja të përkeqësohet në vijim. Kompanitë e mëdha pas vendimit të administratës amerikane humbën një total prej 2.4 trilion dollarësh, humbja e tyre më e madhe një ditore, që kur pandemia e koronavirusit goditi tregjet globale me 16 mars të vitit 2020, ndërsa indekset e tjera të Wall Street në mënyrë të ngjashme pusuan rënje të madhe. Fondi monetar ndërkombëtar ka deklaruar se tarifat e reja paraqesin qartë një rrezik për perspektivën globale. I bëjmë thirrje Shteteve të Bashkuara dhe partnerëve të tyre tregtar që punojnë në mënyrë konstruktive për të zgjidhur tensionet tregtare dhe për të reduktuar pasigurinë, tha drejtoresha e FMN-s. Bazuar në parashikimet, OBT-ja tani thotë se pret që vëllimi i tregtisë globale të kurret me 1% këtë vit, përkundër parashikimit të mëparshëm për një rritje prej 3%. Nga bordi i Air Force One, presidenti amerikan Donald Trump tha para gazetarëve se rënja e tregjeve të aksioneve për shkak të vendimit të tij për të vendosur tarifa, pritej dhe hapi ishte i nevojshëm për të shpëtuar ekonominë amerikane. Trump u shpreh se kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar, Keir Starmer, ishte shumë i lumtur për mënyrën se si Britania është trajtuar për tarifat. Ne kemi një dialog shumë të mirë dhe mendoj se ai ishte shumë i lumtur për mënyrën se si e trajtuam ata me tarifat, tha ai në bordin e Air Force One, duke i referuar taksës 10% të importit që vendosin ndaj Mbretërisë së Bashkuar, e cila është ndër më të ultat në botë. Starmer tha se qeveria e tij po merrte një qasje të qetë duke vepruar në interesin kombëtar, por qeveria ka publikuar gjithashtu një listë të produkteve amerikane që mund të synojnë me tarifa hakmarrëse. Zemërimi evropian për taksën 20% të importit të mallrave të BE-s në Shtetet e Bashkuara u bë i qartë nga ministrat e jashtëm në një takim të NATO-s në Bruksel. Delegacioni francez tha se solidariteti transatlantik po vijej në provë nga tarifat e presidentit Trump, ndërsa ministri i jashtëm i Gjermanisë sugjeroi se masa dëmtoi sigurinë ekonomike të NATO-s.